Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jeni me mua Gjeraldinën si zakonisht, çdo të diel dhe këtë të diel kam përzgjedhur për ju sot një mysafire të veçantë. Për mua shumë e veçantë, për shkak se jam rritur pa të, është dashur të rritem me të. Është e veçantë se nuk e kam parë deri në moshën 20 vjeçare, është dashur ta shoh që nga mosha e fëmirisë. Është e veçantë edhe për kombin shqiptar, për shkak se është njëra nga basketbollistet e më të mira shqiptare. Është e vlerësuar jo vetëm nga kritik të basketbollit, por ajo për meritat në basketbol ka marrë edhe medalje presidenciale. Tani është trajnere e klubit basketbollistik Tirana dhe është njëra ndër gratë fuqishme, biznismene, gratë fuqishme të cilat, në mesin e të cilave, dallohet për energjin e vetë pozitive që ka. Para jush, miq të nderuar, Mirza Alibegaj. Mirza, mirë se ke ardhur. Mirë se të gjeta. Në tilla kushte. Në të tilla kushte, absolutisht. Mirza thash që në fillim nuk jemi rrit bashk, është dashur të rritemi bashk, por kufiri Kosovë-Shqipëri është hapur tek pas luftës. Sa të ka munguar ty Kosova dhe parefisi i Kosovës, për shkak se i Kosovës dhe i Ulqinit, të themi kështu? Unë jam rritur pa gjyshe, pa halla, pa axha, edhe pa tjetër që si gjithë fëmijët e tjerë që kanë ku shkojnë në fëmijëri tek familjet e tyre, edhe unë kam pas mungesë të kësaj gjëja. Dhe nga njëra ana e mamas nuk i kam pasur në jetë, kurse nga ana babait i kam pasur, por ato. Dhe kjo ka qenë mungesa më e madhe se sa mungesa nga ana e prindërve të mamas që nuk kanë jetuar dhe nuk kanë qenë. Kështu që mungesa ka qenë shumë e madhe, se ne kemi qenë 4 veta, babi, mami, unë dhe motra, dhe çdo gjë i kemi ndarë me njëri tjetrin, gjithë probleme dhe gjithë të mirat dhe probleme që ka pas koha në atë kohë. Miq të nderuar, të themi kështu që Mirza ka jetuar me nanën, babën dhe motrën, Edera Alibegaj, pa tjetër që më duhet ta përmend, për shkak se ajo edhe është shpallur si basketboliste e shekullit, do të thotë 2 motra me 2 medalje presidenciale dhe 2 motra si basketboliste të më të mira të Shqipërisë. Para se të vjoj me bisedën me Mirzën, unë do të doja që ta ndjekim një dokumentar të cilin për Mirzën e ka përgatitur regjisori jon Ben Apolloni. Mirza Alibegaj e nisi rrugtimin në basketbol që në fëmijëri. Shpejt u bë pjesë e ekipit të Tiranës, atëherë i njohur si 17 Nëntori, klub me një traditë të rëndësishme në basketbollin shqiptar. Në parket ajo luante si organizatore, një pozicion që kërkon jo vetëm teknik, por edhe karakter, vizion dhe aftësi për ta drejtuar lojën, dhe Mirza i kishte të gjitha. Gjatë viteve 80 dhe 90 ajo shndrua në një prej figurave kryesore të basketbollit shqiptar. Me fanellën e Tiranës dhe të kombëtarës së Shqipërisë, ajo përfaqësoi vendin në arenën ndërkombëtare dhe u bë pjesë e një brezi që la gjurmë në historinë e basketbollit të femrave. Për të, basketbolli nuk ishte thjesht një sport, ishte një mënyrë jetese, një shkollë discipline, përgjegjësie dhe karakteri. Por kur erdhi momenti për t'u larguar nga loja aktive, Mirza nuk u largua nga basketbolli, ajo kaloi nga parketi në bankën e trajnerës. Drejtoi ekipin e femrave të Tiranës dhe më pas mori përsipër edhe drejtimin e kombëtarës shqiptare të femrave, duke vazhduar të jap kontributin e saj në zhvillimin e basketbollit.
Por sfida më e madhe e jetës së Mirza Alibegajt nuk do të vinte në një ndeshje basketbolli. Do të vinte shumë vite më vonë. Përballë saj u shfaq një betejë personale, ajo me kancerin e gjirit, dhe ashtu si në sport, edhe kësaj here ajo zgjodhi të mos dorëzohej. Mirza vendosi të flas hapur për përvojën e saj, duke e kthyer historinë personale në një mesazh sensibilizimi për gratë dhe vajzat. Rrëfimi i saj u bë një shembull i forcës, kurajos dhe rëndësisë së kujdesit për shëndetin. Nëse në parket kishte mësuar se çdo ndeshje fitohet hap pas hapi, në këtë sfidë ajo do ta përjetonte të njëjtën filozofi në një dimension krejt tjetër. Kjo është arsyeja pse historia e saj shpesh përmblidhet me një shprehje: kampione në basketbol dhe kampione në jetë. Pas disa vitesh të kaluara në Greqi, Mirza u kthye në Tiranë, aty ku kishte nisur gjithçka. Qyteti, klubi dhe basketbolli mbetën pjesë e pandashme e identitetit të saj. Prandaj, sot, sa herë që flitet për basketbol, për tituj, ndeshjet dhe fanelen e kombëtarës, por edhe për një shembull për brezat e rinj, Mirza Alibegajn të gjithë e kanë në majët gjuhës. Ndoqëm dokumentarin për Mirza Alibegaj, ndërsa tani të kthehemi tek Mirza, drejt për drejt. Mirza, fëmiria jote, unë nuk e di si ka qenë Tirana atëherë, nuk e di me çka ke lujt, nuk e di lagjen tënde, tani e di lagjen tënde, por nuk e di si ka qenë fëmiria në Tiranë atëherë. Fëmijëria ka qenë me bukur, me ato që unë mbaj mend dhe me ato që neve na afroheshin atë kohë. Pa diskutim ishin shumë pak gjëra që na afroheshin për të bërë në atë kohë. E shumta ka qenë me fëmijët që luanim para mbrapa pallatit edhe këtë, por ka qenë një gjë pozitive shumë e madhe për sa i përket meje, që unë jam futur shumë shpejt në sport, që në moshën 9 vjeçe. Jam marrë me sportin, me basketbollin, dhe si rrjedhoi kësaj, fëmijëria ime ka qenë e bukur, se unë kam pas diçka për të bërë, ndërsa fëmijët e tjerë që nuk u merrnin me një sport ose aktivitet artistik, ishin fëmijë të cilët e kishin shumë të kufizuar atë gjën. Por mua, atë që kemi përjetuar neve, Brezion, në atë kohë, të para 90-s, ka qenë një fëmijëri e bukur. Se ti ke bërë një sport dhe ke dashur ta bësh edhe je kënaqur me atë që ke bërë. Si njihet Mirza në fëmijëri? Si sherre? Apo si fëmijë i urtë, i dëgjueshëm? I dëgjueshëm kam qenë, por kam qenë edhe lojcake për të lujtë. Domethënë gjithmonë kam dash me lujt me shoqëri dhe kam dash shumë të kem shoqëri me veten. Në ndryshim për shembull me motor që ka qenë tip më nuk ka qenë shumë e hapur me shoqëri e kështu, unë kam dash shumë të kem shoqe. Dhe prandaj kur kam qenë e vogël fare, kam pas një shoqëri para pallatit, një shoqëri mbas pallatit. Edhe lajmëroja mamin, ku do dalësh sot? Do dal mbas pallatit. I kisha të ashtu. Po kam pas shumë dëshirë të kem shoqe, të kem të luaj, të ndaj gjëra, të bëj muhabete, siç ishin në ato kohë. Por kam qenë fëmijë i mbar mendoj, edhe nga prindët kështu, me sa e vogla është e mirë, gjithmonë kanë thënë. E vogla është e mirë. Nuk i ke sjell ndonjë sherr nanës në shtëpi? Jo, një sherr i kam sjell babit, se babi ka qenë gjuetar, edhe kishin atë kohë saçmet, i kishin në kutia kështu, dhe kur dilja zakonisht mas pallatit, edhe i kisha marrë saçmet, edhe bashkë me shokut atje, ishe ajo baruti, ajo shkrepsja, i ishnim, i fusin dhe saçmet dhe i përplasnim, si fëmijë. Ndërkohë ishin saçmet e gjuetis, edhe i thot një shok babit që shikoj goca jote kështu. Edhe u dënova që mos dilja jashtë. Ky ishte sherri. Por nuk u lëndu askush? Jo, ato i bënin kështu për zhurmë dhe tremnim goca që shkonin Politeknikum në atë kohë. Ky ishte sherri që kisha bërë. Dhe më dënoi babi një muj mos me dal, po ishte verë, mos me dal jashtë as mëngjes as masdite. E zbuti? E zbuti me idenë që unë do vi me ty të shokët e ti, që ishin shokët gjuetarët, që kishin shtëpia private tiranësish, edhe shkoja rria me ato, luja me qenë të kështu, do me thënë e zgjidha në një farë mënyrë tjetër, po jo me fëmijët e lagjes, dënimin. Sa të kanë mungu? Po pa tjetër se të shkosh për ditë tek i njëjti vend ose tek dy shokë kishte babi që shkonim dhe kishe oborre, mësohesh, do me thënë ke qefe dhe të lush lojra tjera, jo vetëm ato me qente dhe me muhabetet e gjuetarve
se si e kapin lepurin, si i dolën në prit, si gjithë muhabetet e gjuetarëve, po më kanë mungu, por unë jam e lehtë në këto gjëra, bi dakord me ato që kam dhe duhet ecë përpara. Ja, shumë bukur. Në këto qaste, miq të nderuar, unë Mirzës më duhet t'ja dërgoj një SMS pazarar. Mirza, ti do ta marrësh SMS-in pazarar, do ta dërgosh në 5 adresa. Nuk do ta shikosh, do ta bësh vetëm copy and paste, edhe pastaj do ta shohim se a do të vi ndonjë SMS prej mikeve tuja dhe t'i lexojmë dhe të qeshim bashk, se mendoj që do të ketë përgjigje shumë simpatike. Derisa Mirza ta dërgoj mesazhin e saj, unë propozoj miq të nderuar që ta ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Unë për ju sot kom sjell një recetë me pirin grasano. Dhe do ta kombinojmë me perime diçka. Është diçka pak më e re, por nuk do të thotë që se keni provu deri më tash. Prandaj, ndërkohë po e zim fillimisht piren dhe po ju tregoj, e keni udhëzimin shumë të mirë këtu, por megjithatë unë mendoj që nëse ju demonstroj si gatuhet, do ta gatuani shumë më lehtë. Andaj fillojmë kështu. Në tenxhere i veni gjys litre ujë, pa krip, e mbuloni dhe e leni me vlu. Tu i keni të ndame këto me porcione, si të dëshironi, varet prej antarëve dhe familjes si jeni, prandaj është shumë praktike, nuk ju shkon dom, sa që nevojitet, aq që bën. Ky paketim mjafton për 4 persona. Tani derisa të vlon uji për pyre, ne po e përgatisim për shtojcën, të cilën do ta kombinojmë me pyre. Atëherë merrni një tigan dhe i shtoni ujë, e mbuloni mirë dhe e prisni derisa të vlon. Tani uji i pyres ka vluar dhe për mos me ju bo dromca, uji që ju ka vluar e largoni prej pllakës të nxehtë dhe ja shtoni 1 decilitër e gjys qumsht. Gjithashtu ja shtoni 1 copë gjallë dhe tash gjallë pa shkri dhe ja shtojmë pyre. E përzim mirë. Mundeni me kthy prap në pllakën ashtu të fikur, po që është pak të nxehtë, dhe e përzini deri në dëndësinë cilën dëshironi me qenë pireja e trash. Dhe shikues të nderuar, u fitu si një krem, një pire jashtëzakonisht e mirë dhe e shishme. Grasano pireja me të vërtetë është e kvalitet dhe shumë e shishme dhe siç po e shihni është shumë lehtë për ta gatuar. Nuk keni nevojë me qiru patate, me vlua, me zije, me... Kjo është, nuk dallon fare prej pires të cilën e gatuani me patate të zijera. Dhe tash, kjo është e gatshme, e mbuloni dhe atëherë fillojmë të përgatisim shtojtë. Në tiganin ku e keni qit ujin, i shtoni pak krep dhe 1 apo 2 lugë vaj. E mbuloni mirë dhe e prisni me vlu. Atëherë e merrni lakën. Unë po e përgatis tash vetëm për 1 person, më thonë sa mjafton sa për me ju demonstru, kurse ju e merrni lakën në shtëpinë të ju dhe i dani për shembull për secilin person kështu lakën në 4 pjesë. Ajo duhet me qenë një pjesë e lakës e cila nuk shpërbëhet gjatë zirjes, do të thonë e ndani tamam si një copë mish. Dhe tash pasi ka vlu uji, e lëshojmë butësisht kështu lakën në ujë. Dhe pasi të fillon me vlu me lakën kështu, 2 minuta e nxjini në anën A dhe 2 minuta në anën tjetër. Ose mund ta mbuloni kështu dhe ta ulni temperaturën dhe ta lëni për 5 minuta. Dhe tani kjo lakna u zi për 5 minuta në dy anë dhe tash e nxjerrim nga tigani dhe e vëmë të kullohet pak. Tash para se ta fillojmë me po pastroj pak shpërretin me slepi, fasoletat e lakshme, enkas për kuzhinë. Fasoleta jashtëzakonisht e mira, kvalitet, le që pastroj mirë, po edhe lojmë një aromë jashtëzakonisht e mirë dhe të këndshme në kuzhinë. Atëherë, tash në njëjtin tigan
ku e kemi gatu, e kemi zi laknën, e lojmë pak mu nxe, dhe sabura na mundson edhe ma shpejt me punu, të me thonë mos me fritash, me hup pak, ja tani e ponën tikanin si duhet. Atëherë, tu e shtrojmë pak qarb dhe pak vaj. E unë pak temperaturën dhe nga dal e lëshoni laknën në yllyrë. Tani laknën si shtoni pak erza të tata, pak oregano dhe shumë pak piper të kuq. Laknën e fërgoni deri në atë mas, deri në atë të vrenit që është kuq. Është një kombinim shumë i mirë për arsye se edhe lakna është një perime jashtëzakonisht e mirë, për arsye se është shumë e mirë për tretje. Bile në disa raste edhe avënson edhe mish. Pastaj, edhe në anën tjetër, pasi që të keni rrotullu, i shtoni njëjtë erza të thata, pak oregano, piper të kuq dhe e dheni kështu të skuqet sipas dëshirës derisa jo merr mene që o skuq mirë. Dhe tani kjo është e gatshme dhe mundeni me servu. Dhe ja shikues të nderuar, pjata është e gatshëm për ta ngrënë, e servuam një pjatë shumë të mirë me piren grasano, shumë të shishme, shumë të mirë dhe me lakën të fërkuar. Dhe gjithashtu këtë pjatë mund ta shoqëroni me Green Garden, perimet e konzervuara, keni disa lloje. Kam provu këto janë ma djegsa nëse keni dëshirë, keni tranguj, keni sallatë përzime. Shikues të nderuar, me këtë pjakë të shishme, të bukur dhe të mirë, deri në emisionin e radhës, unë ju përshëndes duke ju uruar gjatë të mira. Mesazhin që Mirza ua ka dërguar motrës së vet dhe 4 mikeve tjera, tingëllon kështu. Më kanë ofruar punën e trajnerës së ekipit të femrave këtu në Prishtinë. Më kanë thënë 2 ditë rri në Prishtinë, tjerat mund të jesh në Tiranë. Unë e dua Tiranën shumë, por një ndryshim i vogël sjell përvojë dhe një jetë pak më ndryshe. Dhe këtu ka përfundu mesazhi. Ke marrë ndonjë mesazh? Idra më ka shkruar, më pëlqen si ide, po duhet ta pleqërojmë. Sa bukur! Shumë bukur! I pëlqen si ide, por duhet ta pleqërojnë. Ja kam quar edhe profesor Landit, të cilin e kam, ai vazhdon Akademinë e Tiranës, të gocave të reja. Unë kam ekipin e triturave. Si fillim ai ka qenë trajner i parë, unë kam qenë trajner i dytë me të, pastaj më la mua të vazhdoj trajner i parë dhe ai të vazhdoj me Akademinë. Edhe ja kam quar dhe ati, dhe nga që kemi shumë lidhje të ashtu, më thot, mos u përhap, si vajin lakra. Këtu ke punën e të tjera. Si vajin lakra. Si... O Landi, nuk ta marrim. Do të kishim dëshirë ta kemi këtu, por nuk ta marrim. Profesori është i matur, sepse ai e di gjithë historikun e ekipit. Kurse Edera, duke ditur gjithë çfarë jam unë me të gjithë vetën time, problematikën të mira dhe të këqijat e të gjitha këto, do ta pleqërojmë një herë. Derisa të vinë edhe mesazhe tjera, miq të nderuar, unë do të doja të vazhdoja me Mirzën. 9 vjeç u fute në sport. Po. Ishte basketi? Basketbolli dhe ngacmimi im për të futur në basketboll patjetër ka qenë Edera, se Edera ishte në atë kohë lojtarja, ishte në peshën e ekipit të rriturave, ishte 18 vjeç. Jo, 9, ka qenë 16 vjeç. Ishte fut me ekipin e të rriturave. Dhe erdhën në shkollën që unë ishta, 2 trajnerë mësues fizkulture, të një shkolle sportive që është në Tiranë për basketbol, ishte në atë kohë për basketbol për klubin e Tiranës, dhe donin të gjenin elementet më të gjatë, edhe pyesnin për familjen, sa i gjatë babi, mami, e tjera tjera. Në atë kohë u bënte punë shumë e mirë për sa i përket përzgjedhjes. Dhe kur ato dëgjuan mbi emrin, më thanë çfarë ke Ederën, i thash motra, ti je sigurt që do vish. Se ka shumë familje dhe kanë nuk janë shumë të lirë për ta çuar fëmijën në sport, sepse ndikojnë tek mësimet e tjera.
që neve këtë problem nuk e kishim, për sa i përket se kishim një histori përpara me ti me motor, që ajo ishte nxënëse e 10-tave dhe nuk ra nga mësimet edhe kur filloi sportin. Kështu që kjo ka qenë piknisja ime, patjetër ka qenë Edera. Edhe si emër, kur më kanë përzgjedh, do më thënë që ishin sigur që u do vija, por edhe si dëshirë për të vazhduar të sport, pasi kisha ti me motor përpara. Shumë bukur. Më intereson në familje, si u prit kjo që të dy vajzat janë në basket? Ne prindit i kishim shumë tolerant, shumë të kulturuar për kohën që ishte. Në thënë, kur Ederën e përzgjodhen për të futur në basketbol, nga mësuesi fiskulturës 8 vjeçares, e pa që ishte aktive, ishte sportive, lunte gjithë lojrat në shkollë i luante. Vinte ciklizëm, bënte ciklizëm, vinte futbol, lunte futbol. Qa kishin lojra me çunat, ai i tërhoqi prindët tanë edhe i tha që vajza ka shumë talent për sport, edhe prandaj do doja që ajo të vazhdonte sportin, ai mendonte për atletik me që ishte fuqishme, por i me më tha, unë kisha, me që se Edra ka qenë më introverte, kam dëshirë të njëtë një sport kolektiv që gocat këtë shoqe. Kështu u vendos që shkonte te Tirana, se ai mësuesi fiskulturës tha në çdo sporti që ta fusim, Edra do heci përpara. Kështu që Edra vazhdoi basketbollin dhe mami që shumë e kënaqur, të dy prindët, që janë shumë kënaqur që ne po vazhdonim një sport, se atë kohën që ne kalonim në rrugë për të luajtur me fëmijët, ne do ta kishim të orientuar me një mësues i cili do na mësonte një sport caktuar. Dhe ato ishin shumë pozitiv për sa i përket saj, por me një kusht gjithmonë me Ederën që mos bjerë nga mësimet. Po, shumë bukur. Më thuaj, Mirza, kur u futët në basketbol, Edera u fut me njëherë tek peshqja parë. Edera u fut me trejat, ishte 13 vjeç dhe për 2 vjet e gjysmë për në 16 vjeç u tërhoqi nga ekipi i rriturave. Do të thënë, shkoi shumë shpejt atje. Se Edera 18 vjeç ka marrë mjeshtër sportin atko, që është një për kohën atëherë, jo për sot, se sot janë ndryshe gjërat, po për kohën tjetër, mjeshtër sportit të marrë një lojtare që ka një sport kolektiv, që janë 10 veta që luajnë, ishte shumë e vështirë ta merrte. Do me thënë, duhet ishe aq yll, star në atë kohë, që ti ta merrje atë gjën. Do me thënë, ajo kishte bërë goxha, nuk kishte bërë 18 vjeç. Do me thënë, kishte 2 vjet që jepte për ekipin. Po, duhet të ndërlidhem tani tek ti, se po flasim, është e patjetërsueshme që të flasim edhe për Ederën kur flasim për ty. Por, duhet të kthehem tek ti. Ky rrugtimi i Ederës edhe rrugtimi yt, si u pa në shoqëri se të dyjat basketbolliste shumë të mira, të dyjat edhe nxënëse të mira, edhe të përkushtume, jo vetëm ju dyjat, po edhe familja e përkushtuar. Baba non-stop ju ka qëndru afër. Si u pa kjo tek njerëzit tjerë? Ajo shife shumë pozitive, për shembull nëse thonë motrat Alibekaj, mua më qëllon sot në rrugë të heci dhe më thonë sa të mira keni pas babën që ju vinte ju ndishte. Dhe neve kishim një problem në atë kohë, sepse neve babi shkonte çdo ditë e shifte Ederën në stërvitje. Dhe kur fillova unë me të rejat, hyra në ekipin e trejave, më tërhoqi ekipi i trejave nga shkolla në Rustemi. Dhe për një vit kishim një trajner shumë të mirë, Roland Topallin, që unë gjithmonë ashtu, ai më çoi nga të 13-ën, 14-ën, kur mbaroi sezoni unë isha zëvendësuese parë ose më peshë. Që bëra një hap shumë. Unë kishim një problem ku do ikte babi me pas stërvitjen. Këtë do të shkonte. Po këtë do shkonte dhe unë ja bëra me detyrim që do vishte kun. Dhe kisha atë domosdoshme, domethënë në qoftë se ishin stërvitjet paralele të Ederës dhe timet. Kështu që e kisha të nevojshme që të vinte. Pse e kishe të nevojshme? Nuk e di, ndija, sepse neve mbaronim stërvitjen, shkonim në shtëpi, ishim shumë të forë, bënin stërvitje me shkonim shqire dhe fillon dhe thonte, këtë Mirza nuk e bërë mirë, këtë e bërë keq, qa duhet rregullojmë nesër, flisnim për stërvitje, jo për lojë. Edhe diskutonim se si a ishte i kënaqur ai nga stërvitja ime, edhe doja gjithmonë ta kisha një fjalë të tij në vesh, ta dëgjoja si po kalonim. Dhe kisha, një ditë nuk më vinte, ndjeja mungesën e tij. Nuk ishte shoqërim për ruajtje. Se në atë kohë kishim edhe ca kështu, ishte shoqërim i detyruar prej meje.
që e kisha knajsi. Po Edera si reagonte pastaj? Edera nuk ishte problem, se Edera, unë kam qenë Edera already ishte, në realitet ishte bërë lojtare, ai ka pas shkull çdo ditë stërvitje, kur ndeshje nuk diskutohet që nuk mungonte, dhe për unë 17 vjeç, pastaj kalova në ekip të rriturave, prandaj atëherë ishim të dyja bashkë dhe nuk kishim këtë problemen e babës se ku do vinte. Në atë kohë ju nuk u është lejuar që të udhtonit jashtë. Kishim probleme. Ederës, biles Edera u grumbullua për të luajtur edhe miqësore me studentin e Prishtinës dhe ka luajtur në Tiranë dhe në Prishtinë nuk ka ardhur. Sepse nuk ju është lejuar për punë biografike të kohës së atëshme. Edhe vonë ju me sakrifica, po ta qojmë kështu, u doli për herë të parë, por duhet dilte shumë herët. Edhe kemi pas probleme, do më thëmë me zemër në dorë, kemi qenë sa herë që kishte ekip kombëtar ose aktivitet jashtë shtetit. Do të thotë ishte dasht me prit apo na lejojnë të dalim, apo s'po na lejojnë? Mua më ka qellu që kam qenë 17 vjeç e grumbulluar me trejat për një ballkaniat, kam bërë 2 muaj e gjysmë stërvitje dhe një javë para se të iknim, më kanë heq nga lista. 17-18, ishte ai viti që isha dhe për universitet, për të kaluar. Dhe këtu ndërlikoshin gjëra se ti nuk del jashtë shtetit, nuk të del shkolla, pse se kanë marrë, ka arsye biografike, më thënë shumë gjëra, por ishte një fat që Instituti Fiskulturës që unë vazhdova ke norma për dhënë, por dhe aty patëm probleme sepse duhet shkoj kërkesa nga lagja, nga Komiteti Partisë Lagjës, shkonte Komitet Partisë Rrethit, edhe aty nuk shikon dokumenta. Do me thënë me shumë peripecira, do me thënë me ankth gjithë kohës, apo kalojmë apo jo. Po mirë, ti arrite të regjistrohesh në universitet, ashtu edhe Edera. Po. Edera me një vit vonesë. Po, me një vit vonesë. Kur u regjistruat? Po, komplet arsyet biografike. Se Edera me 9.9 mesatare, nuk ishte se mos t'i dilte, po për këto arsye. Kryesisht për punë të arsyet të babës. Babës, po. Përndryshe, babai Mirzës edhe Ederës ka qenë ulqinak, i ngelur në Shkodër atëherë, edhe pastaj dihet si ka qenë trajtimi në atë kohë, të gjithë shqiptarët e ish Jugosllavisë i fusin në një thes që i thonin Kosovar. Po. Në më thonë ja vënin me këtë. Dhe atë ka pas në rinin e ti është njoh me mamin, edhe pastaj e kanë internuar si Kosovar. Dhe ime më ka qenë një heroin, në cila i ka qëndru besnike asaj ndjenjës saj, dhe na ka bërë edhe dyjave. Mirë, më trego Mirza tani, koha jote e rinis, erdhën ndryshimet në Shqipëri. Ty të gjenë një moment kur ti thua mjaft më duhet të bëj diçka. Dhe ikën për Greqi. E rëndësishmja dhe më pozitivja në të gjithë të gjënë është prindët, të cilët gjithmonë kanë qenë pozitiv që ne të çajmë, të dalim, të shohim rrugën tonë. Dhe më i madh nga këto ka qenë babi. Domethënë, ka qenë gjithmonë që shikoj Mirza, nëse ke mundësi të ikësh, ikësh. Që në atë kohë nuk kemi pas kështu telefona, që të lidhemi as Facebook. Me letra. As me letra, njërë njavë mërshim telefon, si me thonë. Dhe mbas 90-s, unë sapo kisha mbaru fakultetin, kishim bërë një ndeshje miqësore me një ekip të Maqedonisë, dhe aty shkoj, ato më panë dhe donin të kontaktonin, edhe babi që direkte tha të shkoshta, të hikështa dhe të shofësh veten. Kështu që 91-92 kam luajtur me studentin e Maqedonisë. Ishte eksperienca ime e parë, edhe si eksperiencë e parë, nuk mbaj mend edhe sa lek kam marrë. Do të thënë, jam në dalim nga një sistem i mbyllur, që ti nuk merr vesh çfarë do të thotë ti je lojtare dhe si sa. Dhe di që jam kthyer me biçikletë. Por sa lek kam pas nuk mbaj mend fare, dhe se sa e kam, si më thënë, sa e kam shit veten, se kështu është punën tënde që jep, sa e paguar. Nga që nuk dinim. Megjithatë,
Unë mendoj që fitesa jote ka qenë në përvojën që e ke bë jashtë shtetit. Pa diskutim. Për mua ka qenë prej një sistemi të mbyllur në një sistem të hapur. Pa tjetër, më thënë, kjo ishte një gjë shumë e mirë për mua, sepse shkoja në një ekip tjetër, me një trajner tjetër, kisha 7 vjet që luaja me të njëjtin trajner me një kampionate dhe këto janë përvoja shumë të bukura, nuk kanë lidhje lekët se sa kanë, ti fiton njerëz, fiton shoqe të reja, fiton kultura të ndryshme. Dhe unë më vonë kësaj kam shkuar në Greqi dhe atë që unë ja them dhe vajzave të mia që kam sot dhe të huajeve që vinë në Shqipëri që luajnë. I them këto janë eksperiencat më të bukura të jetës tuaj, sepse ju njihni njerëz dhe sidomos me si ka ardhur dita sot je shumë afër me një telefonat, me një call, edhe ju njihni dhe zhvilloheni vetë dhe njihni kultura të ndryshme. Prandaj është gjë shumë e mirë kjo gjë. Ajo më ka ndihmuar patjetër. Si të pritën ty në Maqedoni kur shkove? Mirë, aty shqiptare nuk ishim. Po, Maqedone, prandaj Maqedone nuk ishim, unë gjuhën nuk dija, por atje më ndihmoi një mësues fiskulture i kohës atje për përkthim të ashtu dhe kjo edhe më ndihmoi dhe më penalizoi për sa i përket gjuhës, se kur ti nuk din gjuhën, ti mundohesh të mësosh më shpejt, sepse do të përkthesh gjëra, do të ashtu. Kurse qenia e tim më bëri që unë ta kisha të lehtë për sa i përket komunikimeve. Se gjuha brenda fushës basketbollit është e njëjtë për gjithë, ti merresh vesh nuk ke problem, po flas për gjuhën jashtë. Patjetër ishte diçka ndryshe nga Tirana, Shqipëria e mbyllur e komunizmit. Po. E kupton edhe dukesh diçka shumë më tepër se si e ndjer? Jam ndier mirë, por vetëm në një gjë. Unë vija nga Tirana. Tirana ishte kryeqyteti i Shqipërisë. Tirana ka kulturë. Tirana ka opera, ka balet, ka kinema. Ato kinema që kishim, ka televizion, ka kinematografi, ka teatr, i ka gjitha këto gjërat. Dhe Shqipëria e asaj kohe investonte shumë në kulturën e fëmijëve, në të lexuarit, ato që kishin mundësi për të bërë, në të studiuarit të shkrimtarëve të huaj, ato që sistemi i lejonte. Por kishe mundësi, domethënë investonin gjithë familjet për fëmijët e tyre. Kurse kur shkova në Maqedoni, pash pak një botë tjetër që nuk u përshtatte me atë që jemi rritur neve në Tiranë, që të paktën këtu në kryeqytet që kam qenë unë, se aty jam rritur. Edhe më dukte pak si më mbrapa nga mentaliteti dhe këndvështrimi i gjërave. Po mirë, Greqia, kur shkove në Greqi pastaj? Hika në Greqi në Kret. Edhe Kreta është një nga ato vendet që ka ca tradita si Shqipëria jonë e veriut, me kanunin. Domethënë dhe atje kishin këto karakteristikat e më vodhe të vodha, më vrave të vrava, si më thënë kondrat mes familjeve në për këto, edhe shquhet Kreta, ka këto karakteristikat, por prap kur shkova në Kret, në Greqi, ishte e njëjta gjë. Nuk është se isha në një ishull, nuk isha në Athinë. Dhe prap unë isha një vajzë kryeqytetase aty ku isha. Prap aty ku isha në Irakli nuk isha as opera, as balet, as teatr, themi. Po patjetër kishte klabet, kishte këto mënyrën siç kanë grekët të shuarit tavernat e këto. Por nuk kishte këtë që unë kisha kaluar në Tiranë gjatë rritjes time. Sa të ka mungu Shqipëria në këto vitet tua, të themi kështu, të migracionit? Më ka munguar shumë, nga një herë, unë merja prindët sa herë kisha ndeshje ditët e dieleve, kështu e kisha lënë me to, se ne s'kishim dhe telefon, domethënë s'ka pas telefona, dhe një herë në javë merja në telefon për t'i lajmëruar si dolëm ndeshje, si lujta, si kështu, si. Sa të ka mungu baban? Jashtëzakonisht shumë, sepse gjithë në realitet në këtë mosh nuk më ka munguar vetëm babi si qenie, por më ka munguar gëzimi i tij, që ndjente kur më shifte mua. Kënaqësia që i jepja atit me ndeshjet që neve bënim. Domethënë që unë e shifja tek sytë e tij dhe të gjithë krenaria që ai kishte. Sepse babi ka qenë ka pas shumë miq, shumë sportdashës, e ka dash shumë, ka qenë shumë i mirë, edhe të gjithë kishte ashtu kur uleshin dhe flisnin me të. Për gjithë sportet, babi ka qenë i dishëm për gjithë sportet. Duke qenë se dhe dinte serbo-kroatishtën si gjuhë, edhe neve dëgjonim pak nga këto ana Jugosllavit në atë kohë, dhe ai merrte vesh shumë nga sportet,
dhe ndalonin dhe të rinë, na thuaj ç'a bëhet me këtë, na thuaj ç'a bëhet me atë, prej gjuhës që kishte që përkthente ato informacione ç'a ndodhte në Evropë, se ne kishim informacioni ka qenë shumë i vogël në atë kohë. Por patjetër që më ka mungu shumë. Ato më kanë ardhur në Kret, të dy prindët. Po. Edhe kanë një muaj dhe janë kthyer, sepse nuk kishin gjuhën. Edhe mami më tha, Mirza, unë nuk kuptoj asgjë këtu, edhe babi shkret, dhe tha, ne nuk kuptojmë asgjë, tha, ko të rrim, tha, ti e angazhuar, tha, mëngjes mas dite, edhe ato kanë shoqërinë e vetë. Po, në Tiranë. Në Tiranë, edhe mua bet, do më thënë ato mirë që kanë ardhur dhe të kanë parë edhe kanë pa që je rahat, mirë, në rregull. Janë knajsi, me thënë me papo. Me atë që kanë pa. Atë jetë që kanë bërë me babin për shembull për sa i përket anës sporti që vinte për ditë, më shifte kështu. Po për një periudhë gjatë kampionatit nuk e bëja dot sepse nuk ishte edhe larg në Kret. Në Athinë do ishte më ndryshe po të kisha shkuar në fillim. Po Kreta ishte pak më larg. Atëherë ka qenë shumë vështirë dhe për vizat. Edhe transporti ka qenë pak më ndryshe, më shtrenjtë ka qenë. Më shtrenjtë, edhe vizat kanë qenë, kjo viza që u moru një hyrje dalje. Domethënë se po të kishe një vizë, po të ishe kështu siç është sot, ato vinin, vinin prap. Absolutisht. E kupton, por atëherë një hyrje dalje dhe nuk mund të rrini dot më tepër, si më thënë, pas asaj. Si ndjehesh e ti? E di që të ka mungu baba, po si ndjehesh e ti vetë në Kret? Si një e huaj? Vitin e parë jam ndjerë vështirësi, sepse ti nuk ke mundësi, sepse edhe shqiptarët kur ikën në Greqi, periudha e parë ka qenë shumë e vështirë për shqiptarët. Dhe ti kur thoj një shqiptare, e kupton kishe një kështu që të shifni me një sy të keq. Sepse ti nuk kishe gjuhën, dhe gjuha është mjeti komunikimi që ti përfaqëson vetveten. Përfaqëson vetveten radh parë, pastaj përfaqëson vendin tënd, nga atje ku vjen. Dhe në momentin që nga një herë shoqet e mia kishin siklet ndë më prezantonin, shoqet e mia që u bëra mike të ngushta atje, për më prezantonin thonin shqiptare dhe unë i thoja gjithmonë do më prezantonin si shqiptare. Dhe vazhdoi thoni, kjo është Mirza, shoqja jon shqiptare, por nuk është si të tjerët. Domethënë kisha edhe këtë fjalin nga mbrapa. Se aq e rënd ishte gjendja kundër shqiptarëve në atë kohë. Ka qenë periudhë vështirë për sa i përket deri në momentin që mësova gjuhën. Në momentin që mësova gjuhën, pastaj isha e mirë pritur. Në Kret njerëzit janë si neve, nëse të fusin në shtëpi, të bëjnë mik, domethënë të bëjnë mik, të fusin në shtëpi të lënë çelësat e shtëpisë. Nuk kanë ashtu. Janë të dashur deri në momentin që atyre ja merr besimin kur jeton me ta. Grekët janë si neve, nuk kanë ndonjë ndryshim të madh, edhe në mënyrën e ndërtimit, edhe të familjes, edhe të përkushtimit ndaj fëmijëve, edhe të kujdesit. Të njëjtën mënyrë kemi, prandaj nuk kishim shumë ndryshime. Është ndryshe të shkoje në një vend të Evropës veriore, aty bësh me njëherë, sidomos në për ishu që janë komunitete më të vogla se sa kryeqyteti që është Athina, që unë shkova mas 4 viteve. Aty për shembull u bëra pjesë e komunitetit dhe ti u dukte si qyteti. Sikur kisha jetuar atje 10 vjet, 20 vjet në Kret. Në momentin që mësova gjuhën, bëra miq nga sporti, nga e përditshmja, më thënë nuk kisha. Kur shkova në Athinë, sikur shkova për së dyti në një vend tjetër të huaj. Ndërkohë ishe në Greqi, sepse aty Athina është shumë e madhe. Unë luaja në një zonë të Athinës, aty duhet edhe aty në atë zonë në Athinës nuk mund të bëje miq si bëra në Kret. Je e huaj prap aty nga e para, po me një gjë pozitive që kisha gjuhën. Po. Në Athinë ishe prap me basket? Me basketbol. Mbarova 4 vjet atje dhe folëm me një ekip të Athinës, i cili kërkonte një lojtare të tipologjisë time, shutere dhe këto, dhe kështu vendosa për të kthyer edhe në atë kohë ekipi ra nga kategoria, ekipi që isha në Kret. Kështu që vendosa të lëviz prej Kretës dhe të shpërngulem në Athinë. Sa qëndrove në Athinë? 4 vjet të tjera. Edhe luajta në 2 ekipe të ndryshme. Po më thuaj, pse vendose të kthehesh, se shumë shqiptarë që kanë ikur për Greqi nuk janë kthyer fare? Pse u ktheve ti? Takoj në një nga ardhit e mia në Tiranë, takoj shefin e klubit Gjirokastrës, edhe ai më ka pas në institut, po unë kam qenë ai më i madh se unë në moshë, por i kishe dalë shkolla me vonesë, 7-8 vjet me vonesë, dhe më kishe arritur mua kur unë isha në vit 3, në vitin e fundit. Edhe më thotë unë jam Ilia e kështu, më prezantohet edhe
Më thot, ju tiranëset nuk vini, tha, në Gjirokastër, ne po bëjmë një ekip shumë të mirë, tha, po ju tiranëset nuk vini në Gjirokastër. I thashun, ti provoj një herë, më jep në një ashtu, se jam dhe afër Patridhës. Patridha i thonin Avdeut për Greqinë. Me që unë isha në Greqi, i thoja, jam dhe afër Patridhës, sepse ai fliste gjuhën. Ishte vlla dhe fliste greqishte. Dhe kështu më bën një ofertë për të shkuar për lutë me Gjirokastrën, ofertë e cila ishte shumë e mirë në të njëjtat nivele të Athinës kur isha. Kështu që thash, po bëj një trampolin dhe po e provoj edhe Shqipërinë bas asaj eksperiencë, se në realitet isha edhe rritur. Unë luaja si e huaj në kategoritë parë. Unë mund të luaja më gjatë në Greqi, nëse do luaja në kategoritë 2 dhe të luaja si vëndalijet, si shlunin të hujt e tjerë, për shembull që i bënin dokumentat, unë s'kisha bërë dokumenta, edhe kështu që e kisha e pak të vështirë se u rrita dhe në moshë për të gjetur një ekip tjetër për të luajtur. Kështu që kjo më erdhi një ofertë shumë e mirë nga Gjirokastra dhe nuk e pata të vështirë. Patjetër që unë nuk e la shtëpinë që kisha në Athinë, se mendoja gjithmonë që do kthehesha mbrapsht. Sa kohë e mbajtë shtëpinë? 1 vit e mbajta shtëpinë. 1 vit. Shkova 2 herë, 3 herë, sepse kisha gjithmonë doja të kthehesha mbrapa dhe të merja pak energjinë edhe të televizionit dhe të problemeve që unë dëgjoja në televizionin grek, që ishin shumë ndryshe nga problemet që dëgjoja unë këtu në Shqipëri, kur erdha në 2000, që kishin problem dritash, 8 orë pa drita në Gjirokastër, me kushte, me problematika të cilet në Greqi nuk ishin të tejkaluara këto, dhe kisha nevojë në një herë të merja, si me thënë, energji pozitive. Dhe shkoja 2 ditë, 3 ditë edhe u ktheja, dhe rëja kot, do me thënë, atje sa për të marrë këtë energjinë, se më mungonte në realitet, se kisha kalu një pjesë të mirë timen, dhe një pjesë të një zhvillimi pak më të lartë në ato kohë, kur kam qenë. Çka të thanë prindrit kur u ktheve? Çka të tha motra, Edera, çka të tha? Dëgjoj, prindët, Edera, gjithë familja, ne kemi qenë shumë pozitiv. Çfarë do vendosja unë? Domethënë, çfarë do vendosin fëmijët? Nuk kam pas ndonjë problem në lëvizjen time. Nëse unë vendosa për të ardhur këtu, ja shpjegova që këtu është e vështirë për gjetë, dokumentacja gati, kam një propozim, thanë shkëlqyshëm, edhe jemi afër, por asnjëherë nuk ka qenë qëllimi i tyre që neve ta mbajmë mirëzën afër në shtëpi. Qëllimi i tyre kam qenë unë të jem e lumtur. Dhe unë të bëj mirë për veten time, për të ardhmen time. Dhe nëse kjo ardhmja ime është më e mirë jashtë, nuk kishte problem për ato. Boll që unë t'isha mirë. Tani do të doja të dija pak prej Gjirokastrës u ktheve në Tiranë. Në Tiranë. U ktheve te prindërit. Prej Gjirokastrës u ktheva në Prishtinë. Në Prishtinë? Po. Ha, e di. Dhe kam luajt 1 vit për Ligën Trokar me universitet. Prej Gjirokastrës erdhe në Prishtinë dhe e di kohën kur jemi parë rallë, ti ke qenë e zënë, unë kam qenë e zënë. Ti ke qenë full e ngarkuar dhe nuk gjenim kohë për të takuar. Me Gencin pak më tepër, me ty pak më vështirë se ke qenë full në punë 24 orë. Ndërtonim televizion atëherë. Edhe më tepër të kam parë tek Zyra. 2-3 herë që jemi taku, kam marrë te Zyra me taku. Se në shtëpi nuk të gjeja kur. Jo. Mirë, në Prishtinë qëndrove 1 vit. 1 vit. Pas Prishtinës u ktheve në Tiranë. Dhe? U ktheva aty ku u bëra lojtare. Edhe thash po vazhdoj, po jap kontributin tim në Tiranë tek ekipi i Tiranës. I Tiranës. Aty ishte Edera trajnere, në kohën që jam kthyer mbrapsht, dhe mundova të ndihmoj ekipin me sa kishim mundësi për kushtet që kishin ardhur në atë kohë në Shqipëri. Deri në cilin vit ishe lojtare? 12 vjetëve. 12 vjet. Para 12 vjetëve ka qenë... Deri para 12 vitesh. Dhe pastaj? Dhe pastaj... More timonin e... Pastaj e lash dhe patëm një ndërprerje 4-5 vjet që nuk u mora fare me sportin, edhe Edera hiku nga ekipi. Dhe më vonë, profesor Landi, që ktheu përgjigjen, mori ekipin e triturave, edhe më ofroi që të ishim bashkë tek ekipi i parë i triturave. Pas 1 viti, 2 vjet, nuk jam e saktë, vendosëm që unë do vazhdoja të isha trajnere parë te Tirana dhe profesor Landi do merresh me ndërtimin e akademisë
së basketbollit Tiranës, i cila nuk ishte shkatruar mas 90-s dhe nuk nxirrte asnjë element sportiv. Kështu që prej asaj kohe, unë jam kam 8-9 vjet që unë merrem me ekipin e triturave, për Orlandi merret me akademinë, dhe neve kemi suksese, kemi fitore në këto ekipet e reja, U16, U14, U18. Pavarësisht basketit, ti tani punon edhe në një firmë shumë të fuqishme, në një agencion marketingu dhe je mjaft e suksesshme edhe aty. Më thuaj, Mirza, si e sheh ti Tiranën sot në krahasim me Tiranën atëherë? Tirana atëherë ka qenë shumë e bukur. Po. Shikoj, Tirana atëherë, unë e shoh edhe me rinin time. Do me thënë, nëse do flas për Tiranën atëherë, e para njerë nuk dua të shoh gjërat e këqija. Kjo ka qenë edhe kur jam kthyer në Shqipëri në 2000-shin, unë merrem në një agjenci marketingu, realizonim një reklam, dua ta them si shembull këtë, dhe kisha një grek i cili më merrte me reklamën edhe po bënte fotografi për gjithë vendet, dhe në një moment kalojmë në një rrugë që unë kaloja afër shkollës time 8 vjeçares për ditë, dhe ishte me kabla të më. Edhe ai e fotografon me tela. Dhe ai e fotografon, unë si kisha pa kurrë. Se vendosa që do vi në Tiranë dhe nuk do shoh asgjë të keqe. Sepse ndryshe nuk do isha mirë. Prandaj, edhe për atë kohën tjetër, sot që flas, me të mira dhe me të këqijat e vetat kohës që ka pasur, prapë unë shoh që kam pas një rini të bukur, me gjithë problematikën që kemi pas në si familje, me ankthet, me të gjithë atë periudhë të vështirë emocionale. Prapë, duke qenë se jam marrë me sport dhe i dalim atë në kryet herës që fola çfarë ka dhënë sporti për neve, ajo e ka bërë jetën më të bukur, e ka bërë më të larmishme. Ti e vlerësuar në atë kohë. Më thënë, ti ishe një sportist, i ashtu ty të vlerësonin, ti eci në rrugë, kishin respekt njerëzit për ty, ky respekt vazhdon dhe ditën e sotshme. Sot, një lojtar i ditëve të sotshme, që mund këtë qenë një yll i gjeneratës vet, nuk e di a njifet një basketboliste, nuk e di a njifet, nuk e di a ndalojnë, a i hapen në një derë, siç mund na jenë hapur neve. A mendon se medalja presidenciale ka ndiku pak në hapjen e dyerve, apo ka ndikuar ajo që ju keni atë bagazhin për çka edhe keni marrë medalen? Pa tjetër, medalje presidenciale që janë dhënë në atë periudhë që kam marrë unë, ka qenë 70 vjetori Federatës Basketbollit të Shqipërisë, krijimit, dhe Federata ka propozuar disa emra, jo vetëm mua, sipas medaljeve që kanë dhe karrierës që kanë pasur, për të vlerësuar nga presidenti. Një ndër ata kam qenë edhe unë, ka qenë dhe Edra, po me një titull tjetër më të madh, dhe lojtarët të tjerë, dhe lojtarë të vjetër dhe të ri, të asaj periudhe për të vlerësuar. Kjo është një gjë e mirë për të ke satisfaksion personal që Federata të ka vlerësuar për të quar emrin tënd për kontributin që ke dhënë ti në sport edhe si lojtare dhe si trajnere më vonë. Prandaj çam ka dhënë mua si Mirza, kënaqësi të vlerësimit punës time. Fort e bukur. Miq të nderuar, e dëgjuam Mirzën deri tek medalja presidenciale, ndërsa tani është radha ta ndjekim recetën e Rudit, recetën e ëmbël të Rudit, dhe i kthehemi edhe një herë ëmbëlsirës që e kam përballë, pasi që ta ndjekim recetën e Rudit. Djele fantastike. Sot kena me ndru recetën. Sot kena me bo çokoladë me fruta mirë, po do t'i bojmë në forma të vogla. Kur s'do me hongër për shembull ëmbël shumë, një si gogle të vogël, edhe është fantastike. Këtu i kemi pandisponjen, të cilën e kemi prirë në formë, që ka me na u dasht. Mirë po, fillimisht, ta bakën përdojnë qëto.
Kemi me fillu me përgatitjen e musit të çokoladës. Na duhet krema pana për me vlu, e vendosim. Me tel të dorës e përzim. Kemi me vendos edhe sasin e gelatinës, të cilën vetë se kemi tretur me ujë, që vlen të theksohet, se shumë shpesh na keni bë pyetje në rrjetet sociale se çfarë gelatine përdorim. Gelatina është me yndyrë të lopës, do të thonë është halal gelatin, kështu shkurt të shqipni jo thonë, nuk është me yndyrë të derrit, kështu që këta mundeni me gjetë në për distributor të produkteve të pasticqerisë, jo në për markete. Këta doheni me gjetë në për kompani që sjellin produkte të pasticqerisë. Këtu kemi vendosur sasinë e çokoladës, unë kom përzi çokoladë 99% të zezë dhe 55% gjallë të kakaos. Në to, këto dy lloj çokoladës i kom përzi në mënyrë që ëmbëlsira me na dalë më e shëndetshme dhe shumë e shijshme. Ndoshta po e njihni edhe zhurmën që po bën si në aeroport, nuk jena në aeroport, po jena në diskek. E mbrana në kuzhinë janë të upjek disa ëmbëlsira që i kemi porosi për nesër. E vendosim sasinë e kremit pana për rrahje. Derisa të vlon në anën tjetër, ne e bojmë krema. Kremi pana ka fillu të vloj, mirë po, do të apeksojmë që do të me vlu plotësisht derisa të bën gërllë, jo veç me i dalë ajo nxehtësia e parë. Pjesa e kremit për rrahje është e gatshme. Kur përgatisim kremën mus, gjithmonë duhet të jetë sasia e rrahur e panës deri 70%. E përzim dhe e ndalim nxehtësinë. Kësaj sasisë kremës pana kena me ashtu gelatinën. Përzim derisa që krijet fillimisht gelatina. Shkak që është sasia ma e vogël e kremës që po e përgatisim, shkrihet pak ma ka dalë, po gjithsesi për shkak të nxehtësisë kjo shkrihet dhe këtë sasi tani e bashkojmë me çokoladën. E përzim në mënyrë që më shkri komplet sasia e çokoladës. Për gramazhat e sakta në kanalin ton YouTube, më në majet gjos me gjerin, e përzim derisa që shkrihet plotësisht. Nëse rastisht nuk ja u shkrin sasinë e çokoladës, krema pana e nxehtë, mundeni në banjmëri, në një enë me mush me ujë, me vlu dhe këta me vendos derisa të shkrihet komplet sasia e çokoladës. Ndoshta edhe po e vreni që çokolada është më e zezë, për shkak se kemi përdorur çokoladë 99% të zezë. E kemi kombinuar me çokoladën 55% gjallë të kakaos. Kështu që kemi reduktu mjaftueshëm sasinë e sheqerit. Do me thonë në këtë recet, krejt sheqer që ka përmban është vetëm pjesa e kremës pana. Nëse dëshironi që edhe pana të jetë pa sheqer, atëherë kërkoni në për treg panën me 0 sasi të sheqerit, është pana shtazore. Ne këtu kemi përdor pana bimore, mirë po në treg ka dhe pana shtazore ku sasia e sheqerit është 0. Për mos me bu shumë të idhë të ëmbëlsinën, na kena vendos me përdor panën bimore. Për shkak që kemi vendos në këto format e vogla, ju mundeni me vendos në një bokall muse, ne po e vendosim në qeset e pasticqerisë dhe fillojmë me mbushjen e formave. Ja lirojmë vetit hapësirën e punës. E vendosim një sasi të kremës. Mundohuni që me mbush silikonin në mënyrë komplet brenda, për shkak se mandena këto goglat nuk dalin në formë të rregullt. Kremën e mbetur të musit që më ka mbetur me përdor tani në ëmbëlsinë tjetër, kështu që për momentin nuk po na duhet. E kemi kremën e frutave, që kemi ja vendos ka një sasi brenda. Unë gjithmonë preferoj që çokoladën me e përzi me fruta, për arsye që t'jetë kombinimi i të ëmblës me të thartën dhe shija është më e mirë. Dhe tani do të vendosim pandisponjen, cilën veç që kemi pre, dhe shtymë shtu me gishtë që me hy brenda, që mos me na oprish forma. Këto ëmbëlsira kemi vendos për ngrirje në minus, rreth 2 orë, dhe pas 2 ore kemi me i ly me glazurë të çokoladës. Glazurën e çokoladës e kemi sfjegu në emisionet e kaluara, mundeni me gjetë në YouTube. Po i vendosim për ngrirje dhe pastaj kthehemi, ja vendosim glazurën dhe një dekor të thjeshtë.
Mish të dashur, guglat tona perfekte i kemi këtu dhe tani do e përfundojmë me glazur. Gjithmonë do të krema mus me u vendos në minus, në fres për ngrirje. Çka kemi vendos në këtë pjatë, unë e kom përgatit më herët prej frutave me želatin në formë të silikonit dhe tani do ja bëjmë një dekor të thjeshtë pjatës tonë, se keni shoqni ose musafer, se mos me dekoru pjatën mirë, kështu që. Dhe e fundit, vendosëm. I marrëm pak lullet e lavandës kështu, sa për dekor pjatës, ja qesim, edhe pak ambelsirës, gjithët e mentës. Një e vendosim këtu, dhe tjetrën e vendosim në anën e kundërt, sa për dekor, pastrojmë tavolinën dhe miq të dashur një ëmbëlsinë për shoqni perfekte. Kur keni musafer që doni me testu ka pak ëmbël, mirë po jo shumë ëmbël, ja ku e keni recetën perfekte. Shihemi të diellën e ardhshëm, mi mbajtshim. Pas vitit 2005 u hap rruga për Kosovë. Ti fillove të frekuentosh Kosovën më shumë. Fillove të frekuentosh edhe Ulqinin më shumë. Si të duk, përpos një vitit që ke qëndruar në Prishtinë, si të duk krejt kjo ardhja, vajtja në Kosovë, në Ulqin, çka të dha? Unë kam shku për herë të parë në Ulqin në 90 me babin, që ka qenë hera parë që babi ka shku në Ulqin bas 24-ës, që ka taku nanën e vetë, dhe unë kam pas një emocion shumë të madh kur kam shku në Ulqin për herë të parë, se si më thënë më zhduk vendi im, por i paprekur. Kam pas emocion shumë të madh kur ju kam taku juve, për herë të parë, po flas për 90-ën atëherë. Dhe paralelisht me këtë, kam pas një, si me thënë, dëshprim, dhe vazhdoj e ndjej këtë dëshprimin sa herë që jam me ju, dhe ju me njëri tjetrin, dhe kur jemi në Ulqin me kushurin tanë që flasim, që ju thoni muhabete, diskutimet të asaj periudhe të rinis tuaj, që ne s'kemi qenë prezent, unë dhe ti me motër, që në kushte të ndryshme ne do kemi qenë, si shkenë qenë gjithë farefisi bashkë, do kishim qenë dhe unë dhe Edera. Edhe nga njerë ndje trishtim që nuk kam qenë pjesë e asaj shoqërie, asaj familje, kur jemi rritur. Por unë me hallën time, Hallanaxhin, unë jam rritur duke më thëmë babi që ti i gjason Hallanaxhit, gjithë jetës time, dhe gjithmonë kam pas emocion kur vija e takoja. Sepse thoja, unë po takoj veten time. Edhe i gjason shumë. I gjason, edhe me energjin që ke, edhe me vendosmërin, edhe me njohurin, e keni të dyat të njëjtin pasion, lexoni shumë. Edhe kështu, prandaj ka qenë një kënaqësi shumë e madhe, kur fillova pastaj mas 2005-ës që unë nuk teva nga Greqia, mbarova dhe ato u rregullun, pastaj më tepër u rregullun rrugët, erdhi. Dhe është kënaqësi shumë e madhe kur vije, dhe unë ndjej një kam një si pjesë time edhe Kosovën, edhe se jetoni ju këtu. Dhe kur bin diskutime në Tiranë që bin, unë jam si mbaj, si me thënë, anën këtej, duke qenë se kam gjysmën e familjes time këtej. Pos anës sportive, ti ke edhe një anë tjetër, që është ana e sipërmarrësisë. Sa kohë të merr ajo? Ajo më merr gjysmën e ditës, gjysma nëse treqerekun e ditës së punës, dhe se mas dite pastaj jam prap me ekipin, por kam një kënaqësi edhe me atë pjesë, më jep satisfaksion, edhe është e bukur se ashtu siç është në lëvizje dhe është në karakter tim. Shumë bukur. Atëherë, kemi ardhur te një moment praktikisht tjetër, miq të nderuar, ku ne do ta fusim te mirzën te 5 në kajmak. Ne zakonisht kur porosisim qofte, thojmë i du 5 në kajmak. Si e keni ju në Tiranë?
5 qofte. 5 qofte, pa kajmak. Pa kajmak. Pa kajmak, 5 qofte. Atëherë, këtu janë 5 qofte të cilat i ka pregaditur Ben Apolloni Mirza për ty. Janë 5 pyetje, nuk e dia janë me spec apo jo, po Beni të nje, ka përcjell edhe punën tënde, edhe kur i thash që Mirza Alibegajn do ta kem në emision, u gëzua shumë. Tha pse se ke thirrë edhe Ederën, thash Ederën është pak më vështirë ta kem në emision, për shkak se ajo është tip pak më i mbyllur se sa. Në të vërtetë Mirza nuk është fare e mbyllur, po ajo është tip pak më i mbyllur dhe i heziton intervistave dhe gjërave kështu. Kështu që i ke prej secilit kavanozë e merr nga një pyetje, e lexon, ma jep kavanozin, heq kavanozin nga rendi i ditës, dhe ta shohim se si do të përgjigjesh dhe ta shohim fillimisht se çfarë pyetje ka përgatitur Beni. A ka ndodhur që dikush të sfidoj në basketbol vetëm për të flirtuar me ty? Tash ti, kur e shoh këtë pyetje, duhet mendoj vitet para 90-s. Po. Kështu mendoj. Në atë kohë nuk shifshim asnjë gjë. A flirtonte njëri me mua, as flirtonte njëri me mua. Ishim shumë. E kam kuptuar që që ka pas pëlqim ndaj meje, kur kam kthy nga Greqia, që më kanë thënë, sa e mirë ke qenë, po nuk të thonim dot. Po pse he dreq s'ke Se kështu ka qenë koha atëherë. Ka qenë njerëzit nuk kanë qenë lirë që të shpreheshin. Okej. Të sfidoj vetëm për të flirtuar? Jo. Kështu. Benoa? Ja. Por e morëm një përgjigje shumë të bukur për shkak se e tha që kur jam kthyer nga Greqia, pastaj më kanë thënë. Kështu që ka pas pëlqime, ka pas. Medalja presidenciale si vlerë e shtuar në jetën tënde, apo është një dëshmi më shumë për të treguar vetes se rrugtimi që ke zgjedhur ja ka vlerë? Kjo e dyta. O, sa pyetje bukur. Benoa, faleminderit për pyetjen. Shumë e bukur pyetja. Edhe i përshtatet edhe asaj përgjigje që thash që... Absolutisht. Edhe përgjigja shumë e bukur. Faleminderit për pyetjen. Por, është edhe vlerë e shtuar, për shkak se jo gjithkush merr medalje prezidenciale. Megjithatë, kjo e dyta është yll. Kur e ke kuptuar për herë të parë që basketbolli nuk është vetëm sport, por orientim jetësor për ty? Kur jam bërë si profesioniste në atë kohë, që unë shkova 17 vjeç dhe ishim gjysmë profesionist në atë kohë, basketbolli për mua është jeta. Domethënë, çdo gjë e kam me basketbollin. Edhe çfarë kam mësuar në basketboll, çfarë mëson një fëmijë kur është në një lojë, në një aktivitet ekipor, sport ekipor. Ke trajnerin. Trajneri nesër do të jetë pronari jot, nëse do punosh, ose do jetë shefi jot, nëse do punosh. Ke shoqjet e ekipit. Nesër kur do rritesh, janë kolegët e tua që do punosh. Domethënë, basketbolli me të vërtetë është jeta. Dhe të mëson se si të sillesh që në fëmijë. Domethënë, nuk do të mundja do ta imagjinoja veten pa basketbollin. Nëse do kthesha mbrapsht dhe isha edhe një herë e re, do doja të ribëja të njëjtën gjë që kam bërë. Nuk ka asnjë pendes. Asnjë pendes. Domethënë, është edhe në të vërtetë është vetë jeta. Është vetë jeta. Shumë e bukur. Forte bukur. Benoa, të faleminderit për pyetjen. Sa e vështirë ishte të jesh një femër dominante në sport, në një sport ku presioni është i madh. Ajo është karakteriale. Nëse je karakter dhe i përpashu, edhe ato presionet të duken të vogla ose të mëdha. Unë s'kam në një presion të madh, s'kam ndier kur presion të madh, e kam bërë me shumë dëshirë. Momentin që e bën diçka me dëshirë nuk ndjen presion, sado që ti ke gëzimet dhe hidhrimet brenda sportit, pa ato janë pjesë e jetës. Dhe pyetja e fundit. Çfarë të ka mbet peng nga ditët kur ti ke qenë e rregullt në fushën e basketbollit si lojtare? S'kam asnjë peng. Fare. I kam fitu gjitha gjërat. Për shembull, Edera, motra ime motor, ka qenë lojtare më e mirë se unë, ka qenë lider. Domethënë, unë kam qenë e mirë në atë timen, por të tjerët e thojnë atë punë se unë s'dua ta. Edera ka qenë yll. Dhe Eder, si qello që 90 e gjeti në moshë madhore. Domethënë, nuk mund të do të shfaqte ato që ishte Edera.
se Edera me atë talent që kishte, me atë yll që kishte star tek vetja vet, mund të lunte në çdo ekip të Evropës në atë kohë. Por që nuk e pati fatin se kishte një fëmijë kur erdhi 90-ta. Domethënë lujti pak, nuk mund të lunte jashtë se gjithë kërkojnë ashtu. Po. Kurse unë kam qenë, më erdhi 90-ta, isha në kulmin tim. I kam marrë të gjitha çka kishte për të marrë në atë pozita që isha unë atë kohë. Domethënë në atë që dolëm nga 90-ta jashtë. Domethënë që të them që s'bëra një kontratë mirë, që të them që jo, gjitha i bëra sipas vendit nga erdha. Se ne erdhëm nga një Shqipëri komuniste e pa ditur. E kupton, pa ditur për këto gjëra që priste kapitalizmi. Dhe unë jam shumë e lumtur që isha në atë moshë dhe u mundova dhe kisha mundësi të luaja në 2-3 vende të ndryshme, se edhe në Kosovë që ishëm, po ashtu, në 3 vende të ndryshme, në kampionate të ndryshme, me shoqëri të ndryshme, me njerëz të ndryshme, me kultura të ndryshme. Unë këtu në Prishtinë kam net në një dhomë me një çeke. Kemi nda krevatin bashkë. Domethënë, kemi nda historirat e jetës bashkë, kemi nda kulturën e atyre. Ku ka më bukur? Nuk ka rëndësi sa ke marrë, ças ke marrë. Boll eksperienca që ke kaluar. Nuk do doja asgjë më tepër se çka kam bërë. Sa e bukur kjo. Shumë e bukur kjo, edhe duke falenderuar miqzën për të gjitha këto kujtime të bukura që na i fali sot, miq të nderuar, për ju, për shkak se unë i di, mi rikujtoj disa gjëra që mi ka thënë natën tek shtrati kur flenim bashk, por e falenderoj që i tha përsëri për ju, ndërkohë unë përsëri edhe këtë javë do ta kemi recetën e Mamadeus. Ta ndjekim dhe kthehemi ta shohim a mos i ka ardhur edhe ndonjë SMS Mirzës. Po takohemi edhe këtë diel, dashur shikues, sot për me përgatit bukë të ëmbla. Keni dëgju për cinnamon rolls, po nuk besoj që keni dëgju për cinnamon buns, apo kuleç me kanel. Mas pari kemi me nxan brumin, e kemi një gotë me ujë të vakët, ja hedhim një lugë sheqer, pak më shumë, edhe një lugë maja buke. E përzim pak, edhe do të thotë brumin nuk ka ndonjë filozofisi, kur brumin për bukë normal që i përgatitin në shtëpit e juaja. Tu kam diku rreth 600 gram miell. E tash është koha pak edhe me duar ta punojmë. Magjin në fund gjithmonë me vaj ulliri për mbi, i ndihmon për mos me kap, edhe une kam vajin e ullirit ma të mirin që mundeni me gjetë në treg, është shkrela. Dashur miq, e mbulojmë brumin që kemi zënë, gjysëm ore deri në 1 orë, e lëm të pushoj, e ne kthehemi pas pak minutash pasi që të zmadhohet, të dyfishohet brumi, edhe shohim çka kemi me bo me to. Brumi ka ardhur, e çfarë brumi se. Në anën tjetër e kam shkrit gjalpin, veç edhe pak po e lo, le të shkrihet. Edhe kulesht kemi me i marrë direkt prej brumit. Kështu. Kemi me i fut një herë në gjalp. Pastaj kemi me i ly me kanele, sheqer, edhe kështu si ta marrin formën. Pak i bojmë durt me ndyr, e marrim e bojmë formën tjetër. Do me thonë nuk ka punë as me shtri brumin, as me të hollu petën, as kur gjo, veç që shto qysh e merë qashtu e qetë në tepsi edhe dalin fenomenale. Do t'i pjekim për 20-30 minuta në 200 gradë, edhe pastaj ta shohim se çka kemi bërë. Duket ja kom ftof gravet këtyne herit me këto bukë që i kom qitë sot. Ndaqt ëmbla, ndaqt mira, ndaqt shishme, edhe të shëndetshme, se kanela është e shëndetshme, e dim këtë sana, po, edhe gjalpi është i shëndetshëm,
Do me thonë, është një mëngjes perfekt, dashur miq. Me këtë mëngjes, me këto bukë të shtëpisë, me kanellë e me sheqer, ju dëshiroj një të diel krejt sheqer edhe krejt ëmbël, sikur bukët e mia sot. Tong tong! Ndoqëm recetën e Amadeus dhe tani kthehemi SMS-ave. Të ka arritur edhe ndonjë SMS? Më kanë arritur nga këto shoqet e tjera, të cilët nuk janë aq afër sportit sa që ishte Edra dhe profesor Landi. Po. Një mika ime, Laura, më thot, "Ua, ç'a është kjo moj?" Se nuk i hyn në tru, po. Një sportistja ime që e kam shumë për zemër. Kush Klea? Klea. Kush këshumi, kush? Kush? Edhe, po mikja ime tjetër, kush është mi? Do më thënë, të gjithë janë të habitur, sepse asnjëri nga ato nuk mund të më imagjinojnë që t'jem larg Tiranës. Këndej, larg Tiranës, larg tyre. Pa. Se unë e di sa e ke të plotësuar jetën me to, dhe sa i do fort, kështu që pra, me qëllim e bëra në mënyrë që ta shoh se si do të reagojnë. Mirza, ne i kemi edhe 10 pyetje të fundit për ty, për shkak se emisionin e kemi 90 minuta, por para se të shkojmë te këto 10 pyetjet, unë mendoj se na kemet borç të na tregosh se ti tani je edhe trajnere e ekipit të vajzave. Jam dhe ekipit vajzave, kam qenë ekipit kombëtar të trejave. Para 2 vjetësh që jem këtu në Kosovë, zum vendin e tretë, me ekipin e U18-s, kam qenë 2 herë me ekipin e U18-s, kam qenë dhe me ekipin kombëtar, por me qenë se janë shumë ngarkesa gjatë verës, jam tërhequr dhe nuk kam marrë më pjesë në. Është shumë mirë që je tërheq. Sepse kam dhe kohë më tepër për t'ju takuar. Absolutisht, për shkak se sa herë thrasë Mirzën, moj, do vish në Ulqin, se po shkoj në Ulqin. Kam loj, thash, po deri kur ma do t'i keshti ato loj. Ashtu është. Okej, tani i kam vetë pyetje në të cilat do të përgjigjesh me një fjali apo me një fjalë, varet si do ti. Pyetjet janë të shpejta, përgjigjet duhet të jenë të shpejta. Okej? A i ke bërë ndonjëherë blok dikujt edhe jashtë fushës? Po jo. Nëse jeta jote do ishte një ndeshje basketbolli, a je më shumë playmaker apo killer i pikëve të fundit? Playmaker. Nëse do kishe mundësi të luaje 1-1 me një person të famshëm, kë do zgjidhje? Ti me motër. Çka është më e dhimbshme, një humbje kupe apo një zhgënjim jashtë sportit? Një humbje kupe. Fusha e basketit, sfidë më e madhe si basketboliste apo si trajnere? Si trajnere. Kush është më i vështirë, kundërshtarët në parket apo gazetarët pas ndeshjes së humbur? Gazetarët. A është më e vështirë të fitosh një medale apo të ruash formën dhe disiplinën për vite? Është më e vështirë të ruash formën dhe disiplinën. A të kanë pasur frikë meshkujt për shkak të personalitetit tënd të fortë? Jo të personalitetit, ndoshta para 90-s patjetër, sepse ashtu ishte koha. Kam pas frikë të afroheshin se të shihnin të paprekshme. Por unë nuk friksoj asnjë. Çka ka qenë më e dhimbshme, një humbje në sekondat e fundit apo një zhgënjim jashtë sportit? Një humbje në sekondat e fundit. Kë do ta falenderoje më shumë për rrugtimin tënd si basketboliste? Baban, nënën, motrën? Të tre. Të tre. Faleminderit shumë për këto përgjigje, ndërsa Mirza, natyrisht unë të kam motër, të kam vajzë daje, edhe natyrisht se unë të dua fort, por në këtë emision nuk jep se je vajza dajesime. Je për shkak se ke shumë merita në sportin e Shqipërisë. Por është edhe një gjë e veçantë pse të kemi ftuar ne sot në Majë Dgjuhës. A e di? Jo. Unë e di që jam e ftuar të këty dhe jam e kënaqur që jam një nga ato persona që ti merr në intervistat e tua.
Okej, miq të nderuar, është radha për një kasnak të Sisi e Qëndisi. Është radha t'i tregojmë Mirzës pse e kemi ftuar. Natyrisht që e kemi ftuar që të tregoj historinë e vet, rrugtimin e vet deri këtu, por po ashtu edhe për një shkak, për shkak se Mirza Alibegaj është very important person, apo të themi kështu, është person shumë me rëndësi në sportin e Shqipërisë, të themi në sportin komplet shqiptar, komplet kombëtar. Prandaj të kemi në majë dëgjues se je VIP, Mirza Alibegaj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ty. Të faleminderit për kohën, se ke ardhur prej Tirane deri këtu dhe përsëri do të kthehesh. Nuk ka kohë të flej, nuk ka kohë të rri, për shkak se menjëherë presin obligimet me ekipin, por unë shpresoj që do të pensionohet shumë shpejt dhe të ketë kohë më shumë për ne dhe për familjen tjetër. Ndërkohë e falenderoj shumë për përgjigjet aq të sinqerta, aq të pastra, aq të kulluara. Dhe natyrisht, miq të nderuar, ju falenderoj edhe ju që qëndruat bashkë me ne deri në këto çaste. Unë do t'ju shoh javën që vjen, ndërsa Mirza Alibegajn do t'a shihni, mund t'a shihni në televizion, në këto kanalet sportive, gjithmonë në atë këndin e trajneres, gjithmonë në energji dhe gjithmonë në ankth se çka do të bëhet. Sot e keni parë të qetë, atje do t'a shihni shumë energjike. Faleminderit Mirza shumë. Faleminderit Xheri që më ftove në këtë intervistë, se edhe intervistat kanë bukurinë e tyre nga ato që i marrin. Jam shumë e kënaqur që ti je intervistuesja ime kaq e mirë. Të faleminderit shumë. Shumë të faleminderit. Miq të nderuar, më puq, shifemi javën që vjen.